Emri ju të ndryshon bëhet Efi Plisi, se ne që leqe që dhe mi Plisi. Por, unë po e përmendi këtë gjë sepse emrat e ndryshëm nuk i bojnë gjërat e ndryshëm. Ndoshta në i gjë i themi pak më ndryshëm. Po i themi pak më ndryshëm dhe Gjakova prej Llopit. Lere më Prishtina nga Korça. Shpesh herë dallimet më të mëdha mund të jenë Shkodër Saran, se sa Shkodër Gjakov. Ne nuk e harrojmë asnjëherë që vitin 1878 ishte një kongres fatkeq i Berlinit që na ndau, e thua se kjo nuk ishte mjaft, u bë dhe konferenca e Londrës, ku përfundua me një Shqipëri administrative që ishte veç se 1/3 e territorit e gjysmë e Rusis. Prandaj kjo është një traumë në kombin shqiptar, e cila natyrisht që duhet të trajtohet me gjithë me parazitë politikane. Dhe më lejoni t'ju them që sa i përket bashkëpunimit midis dy qeverive tonë, bërjes së marrëveshjeve të reja dhe zbatimit të atyre marrëveshjeve, asnjëherë nuk kanë bashkëpunuar më shumë dy qeveritë se sa këto. Kryeministri Ramën mandatin që shkoj dhe unë në këtë mandatin që s'po shkoj. Për marrëveshje bilaterale, shumë mirë është të bërë. Prej faktit që kemi tashmë një abetare, para vitit 2021, në Shqipëri dhe në Kosovë janë mësuar 2 abetare ndryshme për të klasë. Prej asaj, e deri te 26 kalime të reja përfitore që kemi bërë për mësimet tjetër, dhe për çështjen e lejeve të punës në kështu me radhë, janë 58 marrëveshje substanciale. Tash, a ka në dallim? Ka dallim. Unë kam dallime me kryeministrin Rama, kam dallime jo rrallë edhe me partnerët tonë, por në përgjithësi mund të them që këto dallime kanë të bëjnë për qëndrimin ka Shqipërisë. Që të po dallojnë? Këtu po dallojnë. Nuk mund ta fshehë këtë. Unë përpiqem që ti informoje, ti edukoj për që ta aftësitë e mija. Po ato nuk jetë pakufishme. Prandaj, dallimet që i kemi vetëm sa i përket qëndrimeve dhe qasjeve tona kafshësisë. Dhe besoni, nuk jena ne kundër Serbia, po Serbia është kundër nesh. Serbia e cila është bërë një Belorusi e Ballkanit. Është ky presidenti i Serbisë, është sikur Lukashenko, veç se në vend mustaqeve ka syze. Prandaj, dallimet që kemi, qoftë me Tiranën zyrtare, qoftë me partnerët e alleatët tonë evropian, shpesh herë kanë të bëjnë veç se kanë shi Beograd. Ne s'bojmë asnjë gjë nga mlethi e Kojnot, po për hir të sulmimit të ligjit të drejtave. Besoni që është i madh numri i serbëve që na falenderuan, që i kemi çliruar prej atyre strukturave kriminale të radikalisht që kanë bërë sullum, edhe në serbët të Kosovës e dhe është në shtetit. Këtu e kemi një farë dallimi, po unë nuk besoj që kjo është pengesë për të esur në një. Jo e dini që unë nuk jam pajtuar me modelin e Ballkanit të hapur. Unë doja Ballkan evropian, thosha Ballkani i hapur nuk është mjaftueshëm evropian, e Ballkani evropian është mjaftueshëm të hapur. E besoj që do të se mire po. Ku është Ballkani i hapur? Këta që s'po pajtohen me qeverinë e Republikës Kosovës, po mërcaku. Andaj, unë besoj që bashkimi i shqiptarëve me simbol vatrën këtu është një intencë historike e cila shprehet në mënyra të ndryshme, por para se që tash ne kemi në detyrë që kudo që janë shqiptarët të faktorizohen për barazi, jo për të sunduar ti, por të mos sunduar kurrë nga ti. Dhe më lejoni ta them një gjë të fundit në këtë aspekt. Shekulli 20
ka treguar që shqiptarët mund të bëjnë ose shtet të fortë ose shtet demokratik. Shteti ishte i fortë, por jo demokratik, si në kohën Ahmet Zokut, ashtu të Meroqës. Ndërka që në kohën e fanorit tonë dashur, ishte demokratik, si ishte i fortë. E në shekullin 21, ne duhet ta dëshmojmë vetes tonë, brezave që vinë pas nesh, por edhe fqinjve në Ballkan, e partnerëve tonë e pra-amerikanë, që shqiptarët edhe në Shqipëri dhe në Kosovë mund të bëjnë shtet, i cili është edhe i fortë edhe demokratik.